E në storja në vazhdim do të informoheni më shumë në lidhje me shërbimet e mrekullueshme që dentisti familjes ka ofru për ju, edhe një ordinancë që përveç së gjitha shërbime shumë efikase, mund të me gjetë edhe një staf të jetë të mrekullueshëm që nuk kam përtu me në hap derën edhe më nga të regu shumë sa i përket risive të dentisti familjes. E themeluar prej vitit 2011 dhe me misionin e vetëm që pacienti të shërohet dhe të ndihet i kënaqur me shërbimet efikase. Bëhet fjalë për dentisti familjes, si fillim na intereson të dim diçka në lidhje me emrin e ordinancës. Fillimisht në ato ëndrat e mia kur ta hapim një klinik, ka pas me qenë jamën, ndoshta tjetër, se nuk kam qenë i përcaktuar. Mirë po, rastësi, apo nuk e di që atë them, një kolegi imi tashmë i ndjerë që duat t'ja përmendi emrin është Viktor Shehu, është mjek nga Vlora, cilin në vitin 2010 kam vizituar në klinikën e tij në Tiranë, sa e ka pas klinikë edhe në Tiranë edhe në Vlorë. Edhe klinika e tij e ka emrin dentisti familjes. Edhe unë isha në ato hapat e përgatitjes për me hap klinikën, edhe më pyeti për emrin. Nuk është që kisha ndonjë emër caktuar siç e thash, edhe tha bëj dentisti familjes, se du ta kem një dentist familjes në Prishtinë, një e kemi në Tiranë, një në Vlorë. Edhe tha du ta kemi edhe në Prishtinë. Në fakt na nuk kemi njohur përpara mirë, po nuk e di edhe vetë se si më taku edhe më ka ftuar për vizitë në klinikën e tij. Unë isha kurështar me pa gjithçka nga stomatologjia. Edhe kam shku, kam pa punën e tij. Edhe ai ka qenë ai faktori, ai shkaktari, nëse mund të them pozitivisht. I falenderojmë shumë se në hapat kur kam pas nevojë mas shumti me pa punë stomatologji edhe jashtë Kosovës, kam qenë tip kurështar, gjithka shkojsha. Edhe më ka prit shumë mirë ai së bashku me familjen e tij, se gjithë familja kanë qenë dentist, edhe janë, vajzat e tij janë dentist, cilat i përshëndes, edhe pse s'jemi takuar ka vitën prej 2010-s, mirë po kjo ka qenë, ekziston akoma si emër dentisti familjes, do të ekzistojnë në Prishtinë, pavarësisht jam unë apo s'jam, se është emër që korrespondon me një mirësjellje me një diçka shumë të madhe që është familja, edhe për fat mirë, ndoshta për koincident, shumicën e pacientave, apo ndoshta gjithë pacientat që i kam komplet familjen. I ftuar në Zoom Dr. Albert Sylla flet më shumë në lidhje me implantet si temë kryesore të kësaj bisede. Du të prezentohemi pak si klinikë, ne funksionojmë që nga viti 2011, në të njëjtin lokacion, do të thotë në Prishtinë, dhe se me qenë se kemi temën për implante, ka disa vite që punojmë, sepse që nga fillimi normalisht, për shkak mungesës eksperiencës edhe njohurive, nuk kemi filluar me punu me implante, mirë, po ka vite që punojmë me implante dhe që se cilëherë jemi në përmirësim e sipër, sepse mjekësia ka këtë mirë që duke punu, duke mësu mirë, po posedojmë një bagazh të gjerë teorik, po ashtu edhe praktik, trajnime të shumta, trajnime në vende të ndryshme. Ai më tutje vazhdon të tregoj se në klinikën e tyre punojnë me disa lloje të implanteve. Ato ndahen në dy tipe: implante monofazike dhe bifazike. Ne ndojmë në implante monofazike dhe bifazike, ndoshta jemi të vetmit apo shumë të rrallë që përdorin implante monofazike, po flasim me protokoll të caktuar, pra janë implante italiane, për herë të parë janë zbuluar në Itali. Kemi eksperiencë shumë në këtë tip të implanteve dhe rezultati është ma nicë në raport me implantet bifazike, pra implantet konvencionale. Gjithashtu edhe kosto të implantet monofazike është shumë e ulët dhe më e përballueshme për pacientin, po që është më rëndësi është jetëgjatësia më e madhe, ndërhyrja kirurgjike më e lehtë, më pak invazive dhe rezultati është shumë më i mirë.
Cilat janë shenjat e para që tregojnë se kemi nevojë për implante? Këtë tregon më së miri Veçyla. Çdo pacient që ka padhëmsi është kandidat për me marrë shërbimin implantar, do të thotë për me vendosë implante. Madje edhe se ka shumë konflikte shkencore këto, pacientët edhe para moshës 18 vjet janë kandidat që të vendosin implante. Për shembull, kemi një thyrje të një dhëmbi ballor. Tash a me prit pacienti derisa ta mbush moshën 18 vjet? Jo, nuk ka nevojë. Implantet teke, do të thotë ka një, por mos me I lidh gjitha bashkë, sepse deri në moshën 18 vjeçare konsiderohet që bëhet rritja e fytyrës, rritja e kockave, sistemet stomatognat që I themi ne, nuk bën me I lidh, mirë po ka një, patjetër që mundet me u vendos, kështu që diku I hyn punë shumë ky informacion që nëse një adoleshent, një I ri, nuk e ka dhëmbin përpara, nuk ka nevojë me marrë protezat lëvizshme nëse janë të bezdeshme. Mundet patjetër që me vendos një implant. Pastaj edhe mosha tjera, çdo pacient në parim është kandidat, sikur gjitha shërbimet tjera stomatologjike, edhe mund të marrë edhe shërbimin implantat pa problem. Ka shumë persona që frikson nga çdo ndërhyrje që bëjnë në dhëmb. A konsiderohet operim edhe vendosja e implanteve, apo mund të menaxhohet kjo situatë me barna? Po, në parim është ndërhyrje. Patjetër që është ndërhyrje, se sa herë hapet goja e pacientit dhe preket diçka në gojën e pacientit, është ndërhyrje. Tash varet nga problemi që është prezent. Në disa raste është aq e lehtë ndërhyrja, sidomos me implante monofazike, saqë nuk ka nevojë me hap mishin e dhëmbit. Nuk ka nevojë me kriju vend për futje të implantit, sepse është vetëm me një shpim edhe mbaron punë. Në disa raste ku ndërhyrjet janë më të vështira, kur kemi harxhim të ashtit, nuk kemi vend për me vendosë implantet, përveç implantet duhet me shtu edhe asht artificial, atëherë ndërhyrja është pak më invazive, mirë po gjithsesi që është e menaxhueshme me barna, është e menaxhueshme dhimbja, dhe se pacienti brenda pak ditësh rikuperohet edhe bëhet funksional në aspektin e ushqyeshmërisë, të folërit edhe estetikës. Alberti apelon tek ata që vendosin implante të kenë kujdes, sepse shpesh ballafaqohen me disa detaje në parim janë të vogla, por që bëjnë sherr të madh. Pyetje shumë e mirë, se fatkeqësisht ka njerë ballafaqohemi sidomos me mos higienë, sepse pacienti mendon që ka kryer intervenim të madh, ka pagu shumë edhe tash qëndrueshmëria është nuk ka asnjë implant në botë ekzistent apo ato që do t'jenë më tutje që është barabartë me dhëmbin natyral. Nuk ka mundësi edhe s'ka me pas kur. Mirë po, pacientin fillimisht ne duhet me përgatit, duhet me bashkëbisedu me pacientin përpara se me fillu trajtimin, duhet me ja tregu të mirat edhe të këqijat e ne implantit. Kështu që në përgjithësi, për fat mirë, na kemi pacienta që janë shumë të kuptueshëm, pacienta që I bindën trajtimit që ne e propozojmë, edhe në përgjithësi në shumicën e rasteve nuk kemi probleme, I thirrim her pas here në kontroll, qoftë ja u përkujtojmë ne, qoftë ata e dinë vetë, kështu që e mirëmbajmë gjithë atë punë të madhe, gjithë atë shpenzim, gjithë atë lodhje, atë torturë se dikush e ka probleme edhe me frikën. Pacientët një pjesë e madhe vinë edhe për ndërhyrje të rutinore, mirë po një pjesë vinë edhe nga halli. Kështu që duhet në aspektin psikologjik të përshtatemi pacientit me nevojat që për çka veç ka ardha I këto. Sa I përket çështjes të konkurrencës apo çështjes komerciale, nuk është pjesë që më intereson edhe që du me fol për atë pjesë, se nuk është problem. Ajo I jemi që mirëna me atë pjesë asnjëherë nuk jam marrë. E kom kry punën time, ka qenë ai feedbacku profesional. Për fat mirë kemi pacienta shumë të mirë, janë pacienta shumë të kulturuar me kërkesa shumë reale. E këtu deshtëm të dalim tek frika dhe menaxhimi I saj. Implanti mund të ketë qëndrueshmëri me degata, por që kjo varet nga disa faktorë që doktori I rendit tani. Me harru nuk harron kërkush, me shku te dentisti, mirë po ekziston arsyeja e frikës,
për shkak të shërbimeve jo adekuate që i ka pas në kaluarën e tij, qoftë si fëmijë, qoftë si adoleshent apo edhe më vonë. Mjafton një shërbim 2 i frekshëm, i dhemshëm, edhe pacienti me humbë besimin, edhe pse ai domosdoshmë që ka më shku mirë, po shkon në fazat që është ndoshta vonë. E para, e dyta, bëj përpjekjen maksimum se qytetarët, njerëzit kanë nevojë për edukim të vazhdueshëm. Do të shohin emisione mjekësore shumë ma shumë, jo vetëm emisione stomatologjike, madje edhe media do të ftojnë ma shumë mjek nëpër studio, se sa shtresa politikane, influencera që hajnë këta se nuk ka hajrë për tyne, ka hajrë për mjekëve, me ndëgju mjekën është shumë ma mirë se me ndëgju dikon tjetër, se përfiton ma shumë. Edhe tjetra është që ne jemi këtu, ne jemi për pacient, ne zgjohemi duke mendu për pacient, flajmë duke mendu për rastet tona, kështu që jeta jonë është e lidhur direkt me shërbimet edhe me pacientët tonë. Qëndrueshmëri me kushtin që pacienti është i kujdesshëm, i mirëmban, pastaj edhe kushti tjetër që implanti do të jetë kvalitativ, pastaj edhe kushti tjetër që mjeku do t'i vendosë në mënyrë adekuate, në mënyrë profesionale punimin, edhe gjitha këto grumbullohen dhe nxjerrin një rezultat apo një feedback pozitiv. Por kjo nuk është e tëra, tek dentisti i familjes mund t'i zgjeni këto shërbime. Të gjitha shërbimet stomatologjike në mënyrë të specializuar kryen në klinikën tonë, duke filluar nga stomatologjia përgjithshme, nga ortodonsia, duke vazhdu me protetikë stomatologjike, do të thotë veshja apo ngjitjet e dhëmbëve, duke vazhdu matutje me kirurgji orale në përgjithësi dhe implantologji në veçanti. Jemi shumë të fokusuar në këto pjesë që pacientëve ju zgjidhin probleme të mëdha, se implantët zgjidhin probleme të mëdha, qoftë estetike, qoftë funksionale. Pra në përgjithësi kryhen këto shërbime që kanë të bëjnë me stomatologji, duke përfshirë ndërhyrjet estetike, duke përfshirë ndërhyrjet rehabilituese e gjëra ngjashme. Andaj bëni zgjidhjen tuaj që të jeni më të qetë e më të shëndetshëm. Zgjidhni dentisti i familjes.